Një recet që si u hako fare, një drek e shkëlqyshme dhe me vlera. Të dashur ndjekës, sot do bëj një recet të thjesht. Kam marrë 200 gram mish viçi të grim. Kam ngri dhe një qep mesatare për këtë masën e këtij mishit gripën. E kam shtrydh pak kryp. Gjysmë tufe me majdanoz, ja, të grimimet. Një të bardhë vezë. As buk, as mill, vetëm me mish edhe me erza. Tashti si që janë të treja me të bardhin e vezës, me një vezë. E përzi mirë që të lidhet. Ja, kaq. E lejmë pak brumin të pushoj. Fillim pak vaj, edhe një luk me të lënë. Do i lejmë të nxehet ynyra, ja, po në fillim do i lyj pak dorën, kam mori tas me ujë të ftohtë. E ulim edhe pak. I hedhim langun tash. Qoftë duhet të zinë me langun. Në kohën që i hudhëm langun, do hudhim edhe gati një filxhan me qumësht, se ai kos pak qumështi. Do ta provojmë një herë për kryp. Jo, do dhe pak kryp. Se i hodhëm qumshin edhe. I hudhim dhe pak limon për të marrë shije gjatë zjerjes. Tash i lejmë të zinë 40 minuta avash. E mjulloj tash edhe i kam hazër. Për 40 minuta hap kapakun. Tash i qoftet i kam lënë 40 minuta. Ta përthithi të dalin në sipërfaqe qoftja, aty kuptohet që kam marrë dhe kohën e duhur, longu i mishit, të verdhin e vezës që kam lënë filxhan, se të bardhin e hodha të qoftet për ta lidh. Kam marrë një luk të vogël, me e trash pak me e lidh longun, me një seshte, një luk e vogël kafe. Do i shtrydh edhe limoni, se gjysmën ja kemi hedh, mrena. Dhe e përzi. Funellën e kam fik, do me thënë vatrën, edhe kam gati sa për t'i hedh. E përzim vazhdimisht në qik, me langun që të mos pritet veza, gjithmonë, pak nga langu që kam rejnë qoftja. Tash sa t'i jap pak vaj, nuk ka nevojë të trashet, të rritë edhe pak imunitetin, edhe të jep dhe pak fuqi, se është lënë mish. Tash i lejt mori një val, pak val të lejt, jo val lup. Pak piper. E fik tash i funellën. Na bof mirë dhe ne.